ke mendu na me një Big Brother për shembull? O, zot. E se e ditë që t'u ka bo ftesa, disa herë. Ja nuk muj mu zhvesh dhe në qatë pikë. Apo? Ja nuk muj mu zhvesh dhe në qatë pikë. As emocionalisht, as psikikisht nuk muj. Unë kam qenë pjesë e Big Brother në vitet e... Ajo është shtëpia e Kosovës. Jo, Big Brother Albania. Kam qenë 5 vjetë asistenti rrezit edhe kam punu për... Kam qenë pjesë e antarëve të jurisë. Po kom pa shumë afer çka ndodh aty. Edhe di saktësisht mentalitetin që duhet mi përdor aty dhe që problemet që mujnë me të ardhë si pasoj e njerëzve që përballesh me ta, kështu që jo, no. Je ma komfort? Po, jënë do pika që s'muj me... A mendon që Big Brother për disa është e mrapshta e të mirës, sepse disave jam ka hup edhe imazhin, valla? Jo çdo kush është të e përdor si trampolin për me bë famë. A di gjysh, deri sa e merr vetëm si një lloj reality show loj, mu lujt aty me lujt, është gjithçka në rregull. Kur ta merr si një diçka që... Me dalë prej vetës me bë. Patjetër. E humbin imazhin, e humbin emrin, ato që ka ndërtu. Patjetër, gjëna se... Është si bumerang në fakt për disa. Patjetër. Tash mos klasi me emna, se tani thonë jo... Jo, që mas ne po thonë që... Jo, tani e di kështu, jo, tani e di kështu, jo, kështu e di ashtu. Po. A e kish pas... Për shembull në qoftë se tu kish ofruar na shumë e madhe me hi, a e kishe bo? Jo. Hiç fare. Ja nuk ka të bëj me shumë. Po. Nuk është... Është punat e parë, është mirëqenia personale. Edi ka karrierë gjatë, ka ndërtuar shumë. A dim pse po e them, se shumica e ftyrave tashmë të konsoliduara, se Edi nuk vjen aty për famë, po besoj, a dhe nuk është çështje, po këto reality tash janë bo mendoj që përkushtohen shumë a shumë për me pas një figurë elitare të konsolidume edhe i ofrojnë pagesën veç hajde ti. Po, normal, sepse është interesi i reciprok. Po, edhe këta fitojnë edhe ai fiton. Që nuk e ka të nevojshme për me hyrë. Jo, por kam nevojë sot dush, po. Po dhe. Qatë që babtore, qatë lokale kishë Jo,